Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka zhvilluar një aksion të befasishëm në burgun e Durrësit me synim goditjen e sendeve të ndaluara brenda këtij institucioni. Sipas njoftimit zyrtar, operacioni u ndërmor pas informacione të siguruara nga strukturat operative dhe analizës së rrezikut. Kontrolli u realizua në orët e para të mëngjesit të së premtes. Gjatë ndërhyrjes u ushtruan kontrollet e imësishme si në ambientet e brendshme, ashtu dhe në ato të jashtme të institucionit. Autoritetet bëjnë të ditura se u sekwestruan 3 celular të tipit iPhone, të ndezur dhe funksional. Njëri prej tyre u gjend në posedim të një të burgosuri, Behar Gërguri, ndërsa 2 të tjerë, së bashku me një palë kufje Bluetooth, u konstatuan në ambient të institucionit pa autor të identifikuar. Menjëherë pas konstatimeve, u bë veçimi të paraburgosurit, u hartuar raporti i incidentit dhe u mbajt proces verbal për bllokimin e sendeve të ndaluara. Materialet janë referuar specialistit të SHKB-s për vijimin e veprimeve hetimore. Drejtoria e burgjeve thekson se ky aksion është pjesë e masave të shtuara për garantimin e sigurisë në institucionet penitenciare dhe paralajmëron se kontrollet do të vijojnë me intensitet të lartë në të gjitha burgjet në rang vendi, me zero tolerancë ndaj shkelëse.